Dhe të dashur miq, jemi kthy tek pjesa e studios, unë e paralajmërova që do të kemi të ftuar një psikologe me cilën do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Rëndësia e lojës stimuluese për zhvillimin emocional dhe mendor të fëmijëve. Shumë shpesh brenda emisionit me psikologë të ndryshëm, me sociologë të ndryshëm, me pedagog, kemi folë shumë për rëndësinë e edukimit të hershëm, për rëndësinë e stimulimit të fëmijëve, për motivimin e tyre. Dhe me të vërtetë është një prej temave që ka punë ende për të trajtuar. Ende jemi prindër të cilët pritshmëritë i ngrisim lart ndaj fëmijëve, duke bërë kështu që jo vetëm që nuk i stimulojmë, por madje i demotivojmë edhe jo humbim besimin me gjitha pritshmëritë dhe ato kriteret të cilat i kërkojmë që ata t'i përmbushin. Një gabim shumë i madh, shumë i dëmshëm, sidomos për fëmijët dhe të ardhmen e tyre. Një rëndësi të veçantë ka edhe loja stimuluese, me cilën do ta trajtojmë në mënyrën më profesionale me një prej profesionisteve më të mira të kësaj fushë, e cila tash sa kohë merret edhe me këtë pjesë dhe me fëmijë të ndryshëm. Është Blerta Kryezio, psikologe, terapiste stimuluese, e cila vjen nga klinika psikosociale Visar Sadiku. Blerta, mirë se erdhe. Përshëndetje Sara, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me të pas studio, Blerta. Faleminderit gjithashtu. E thash që tash sa vite mirësh me këtë punë dhe e di se sa e rëndësishme është dhe e shes se sa shumë ka vend për të punuar në këtë drejtim, sidomos tek pjesa e lojës stimuluese me fëmijë, në mënyrë që t'i motivojmë sa më shumë. Dhe nuk po them gjithsesi vetëm për fëmijët me sjellje atipike, por në përgjithësi. Po Sara, shumë mirë potencove që po shumë rëndësishme lojrat stimuluese tek fëmijët, pavarësisht zhvillimit tyre edhe mangësisë dhe vështirësive që ata mund t'i kenë përgjatë moshave të ndryshme zhvillimore. Lojrat stimuluese janë ato lojra të cilat e ndihmojnë fëmijën në aspektin e mendimit kritik, në kreativitet, në motorik, në aftësitë kognitive dhe sociale. Secila fushë ka thelbin e vet edhe rëndësinë e vet, kështu që gjithmonë do të pas kujdes edhe afërsim me ta se çfarë po involvojmë, çfarë po punojmë dhe çfarë po pozicionojmë prej kësaj loje. Shpesh i shohim disa kopshte të kohëve të fundit, fatmirësisht, inshallah bëhen të gjitha, promovojmë veten duke thënë që i edukojmë fëmijët përmes lojës, përmes aktiviteteve. A mund të ma tregosh si një prind që jam, ku është dallimi në mes të lojës stimuluese, të cilën ne po flasim, dhe lojëve të zakonshme që i praktikojnë të gjithë fëmijët? Kur nisim për shembull te kopshtet, lojrat stimuluese që na japin sikur plan program, HERS, para se me fillu fëmija kopshtën që kemi me dërgu, normal janë fjalë shumë të ndaja dhe shumë premtuese, që normalisht që është e vërdishme për prindin për me dërgu fëmijën në ato plan programe. Masa kom pa dhe shohim, mundohen të jenë mirë, po shpesh herë po zë ndoshta vend ndonjë hapësirë tjetër, ndonjë fushë tjetër që po jipet më shumë havë. Gjithmonë them edhe me kopshte, por edhe me profesionistë të ndryshëm që kanë të bëjnë me thelbin mirëqenien e fëmijëve, që të kemi kujdes të aspektin emocional tek fëmia. Afërsinë me ta, lojen me ta, kuptimsinë e tyre për ndjenjat që ata i kanë. Nuk është gjithmonë shumë e rëndësishme vetëm aspekti akademik para emocionales. Gjithmonë thuhet që nëse një fëmijë nuk është akoma i gatshëm në aspektin shkollor, punohet pak më tepër me ta. Jo ma ndemi pas dy ndeshje, edhe emocionalin të thyer, po edhe anit e akademikën edhe një platforme për buzje prej të tjerëve që ti nuk po mundesh mja dalë. Kështu që kjo pjesa po është shumë e rëndë kur po neglizhohen disa çështje. Lojrat stimuluese janë ato lojra të cilat në bazë moshave të ndryshme ka edhe lojra për ta. Por gjithmonë duke pas parasysh që mosha akademike që konsiderohet tek fëmijët është mbi 3 vjeç, që janë domethënë detyra motorika që hin më shumë në havë të madh, edhe pse kemi shumë të qartë që qysh bebe motorika është një ndër fushat më të rëndësishme të zhvillimit të fëmijëve, ku ata luajnë me duart e veta dhe gjithçka eksplorohet përmes duarve. Ana tjetër, kur jemi mbi moshën 3 vjeç, për shembull, kemi lojën puzzle, që jepet një havë shumë i madh, shumë i rëndësishëm, përveç vendosjes që shumicën e rasteve na shumë po i vendos shumë mirë dhe kaq. Realisht për një puzzle qoftë për ta marrë me shembull puzzle me fruta që janë 90-10 prej tyre. Domethënë ai mund me mësu vendet e tyre, format e tyre, ngjyrat e tyre, edhe shijet, se për shembull secili fëmijë i përdor pothuajse të gjitha çata fruta. Edhe me vazhdu me diskutu më tepër lidhje me ta, me nxjerr kreativitetin në aspektin imagjinor të çka po krijojnë përmes asaj. Mirë po është në bosë kur shabllon e përfundoi e kytje dhe po largohet. Realisht aspekti kreativ i fëmijës dhe mendimi kritik e tij në një platforme po penalizohet. A mendon që e di që ndër gjenerata ka qenë më shprehje, pak më pak është tash, po të mësuarit përmendsh edhe aktiviteteve dhe i lodhe edhe puzzle nëse ka qenë, e ka prish këtë sistemin e ngritjes dhe stimulimit tek fëmijët? Po, patjetër, veç se
e tham, për shembull që për kryen detyrë është një pazë dhe përfunduar dhe gjithçka është në rregull, tash vazhdoni kje pjesën tonë të lirë. Por e rëndësishme asaj nuk është vetëm u vendosë dhe mu mbush çaja detyrë. Me u kuptu pse u realizu, ose janë eksperimentet, zakonisht kopshtet që e bën eksperimente më të shpesh në Karame hasë dhe me pa, është vulkanet, se si krijohet një vulkan. Domethënë, i kryen krejt stafi, nuk po them për krejt, po zakonisht me përfundu sa më shpejt aktivitetin, me përmbush normën. E plan programit është që gjithçka i bën gati shumë shpejt edhe veç kanë me i vendos me fëmijë, kanë me i hedh aty. Kështu që me vazhdo hap pas hapi, e marr me këta. Këto dyja shkojnë bashkë, këto dyja domethënë krijojnë domethënë kundërtat me njëra tjetrën edhe dhezet e kjo që do më arrit, po fëmijët e shohin vetëm fundin, vetëm me çat pjesë kënaqen. Domethënë njerë po na duhet me e kuptu fëmija për çka jeni të i marr këto. Çka na duhet kjo, me ja e spjegu. Kronologjin. Definitivisht. Që ai me pas një sërçartë ose para ditë, kur shkon shtëpi me tregu mamit edhe babit që e kina bën një eksperiment. Po këtu tani hyn pjesa tjetër e prindërve që sa kanë durim me prish që fëmija me realizu që tanë që i ka bote kopshti. Anën tjetër, domethënë tash prap kemi me dalje të ndryshme në këtë aspekt, sa është prindi durimtar me prit me realizu, sa po jep përkrahje emocionale dhe motiv që çka ditë ti me bë. Jo anën tjetër që zakonisht tani apshe që nuk e ditë se ke majt mend. Po kur është që fëmija është të gabu, është të harru një detaj, me ndihmu në atë aspekt që paktën me me kuptu fëmija që aja haraj. Ti mja është ti ndërmend që me pas qartë, faleminderit që mami është gjithmonë kujdesshëm ose është babi kujdesshëm. Ma kujtove, Blirta, sepse prind jam edhe vetë dhe më kujtove që në shumicën e shkollave, po flasim në përgjithësi joni 100%, po notohen prindrit kushtimisht, po e them. Aktivitetet dhe punimet që bëhen në shtëpi, zakonisht, mendimin e prindrëve përfundohen pothuajse 90% e punës edhe notohen prindrit. Mbaj mend një mësuese me cilën e përmendi lirisht edhe me emën është mësuesja Arlind, e cila na ka pas mbledh prindërve dhe ka thonë, për mua është më rëndësi fëmija më pru një letër të bardhë me një pikë në mes, edhe ai më ma spjegu çka ka dashur me thonë, se sa një punim shumë të bukur të cilën ju e keni realizu. Por rrallë herën dëgjon këto. Thonë edhe mësimdhënësi duhet me punu me veten të kjo pikë. Definitivisht Arlinda kur përmende, kështu që nëse është ajo Arlinda po e njoh. Me siguri. Uroj që të shtohen mësueset të gjithë janë të mirë, por cili ka fushën më të theksuar të kreativitetit dhe punës me fëmijët. Arlinda më pëlqen si mësuese dhe mësueset sikur ajo që kënaqemi në diçka shumë thjesht që ka bërë fëmia, sa është dora e tij. Jo më përmbush me detyra që na i ndihmojmë, realisht duhet me ndihmu ne prindërit, por jo me realizu këtë detyrë na. Po gjithmonë më mirë është me kohën një kohë gjatë një detyrës ta zëm gjuhë shqip ose matematik, le të shkon shumë gjatë çaj po le ta kupton ai çka ka bë. Jo ti më dhon rezultatin edhe me përfunduar dhe ai më kënaqë unë për shkënisë me detyrën në shkollë. Anën tjetër mirë potencove që edhe mësimdhënësa ndoshta po e kanë të parën kritikën që ka pa detyra, ndoshta çortimin, me krahasu ndoshta me ndonjë fëmijë në klasë që ky gjithmonë është i rregull, gjithmonë i bën detyrat. Me kuptu që pak pas ka shkru mirë, po herën ardhshme të jap forcë sa që nëse kjo kam e bë vetë edhe më mirë. Me motivu me një fjalë. Këtu nëse mund na me nda një pjesë, unë nuk kam qenë i mirë vizatime asnjëherë. Gjithmonë të isha babi që ndihmon të bëj një vizatim. Kur asnjëherë s'ma ka realizuar, ka thonë bëni ti një herë. Edhe më ka lëvizur çat shumë punimin tim që do për mua koni të mërshëm. Por thosha po bëni ti një herë çoft tani të lësh më mirë. Ai ka vizatuar me një fletë. Shumë keq që ka vizatuar. Që apesha që ti ke bë prapë më mirë. Domethënë fëmia ka nevojë që jo vetëm ai me bë detyra, po ti ka nevojë edhe ai me të pa dhe ty t'u afru nga tina, t'u e bë të njëjtën ndoshta. Që më dhoni një mesazh që jo gjithmonë unë për që jam prindër autoritar mbi ty, edhe ti dosh më nështru mu se mësuese ose të tjerëve, unë ty t'jap urdhra dhe ti dosh me realizu. Ta ulmi bashkë paralelisht me fëmijët, pavarësisht a është lojë sfiduese, a është detyrë, që të jemi na aty me ta dhe për ta. Po, sakt. Me siguri ka prind që po na ndëgjojnë edhe thonë, mirë dhe po flasim për loja, është rutinë e fëmijëve, por ja që kjo loja, një rutinë që ne po e quajmë shumë të thjeshtë, ka një ndikim direkt dhe shumë të fuqishëm në shëndetin mendor të tyre. A na shpjegon pak këto, pse lojat stimuluese, të cilat po i flasim, kanë një rëndësi që prindta dinë që nga fëmijëria e jashtme, të veçantë në shëndetin mendor në talmen e tyre. Realisht dhe fatkeqësisht, për shembull kohën më herët para se me qenë teknologjia ka qenë hapshme, ka qenë lojra simuluese kanë qenë shumë të mira. Shumë të kënaqshme dhe kanë pas fëmijët shumë kreativitet, komunikim verbal, shumë të fuqishëm, shumë të mirë, më eksplorues.
Mirë po tani ka ardhur një epokë që një farë forme ka penalizuar shumë fusha të stimulimit të lojrave të ndryshme me fëmijë. Domethënë vetëm të lojra që ata po stimulojnë dhe po ndjejnë kënaqësi brenda asaj loje, bëjnë lojrat domethënë digjitale. Fatkeqësisht. Të mbyllura që fëmijët nuk po kanë pjesëmarrje fizike nëpër ambientet të jashtme. Po, as bashkëveprim. Definitivisht jo. Një farë forme është të rrit aspekti i dhunës verbale, kur ngacmohen mes vete, edhe në luan disa çështje tjera anash. Unë gjithmonë e them që në Prishtinë kur jeton është një fat shumë i mirë i hapësirave dhe qendrave të ndryshme të lojrave stimuluese të fëmijëve, krahasim ndoshta me komunat e tjera. Mirë po, prapë vitet në pa sa ka prindërit kohë me dërgu fëmijëna për këto qendra të ndryshme, që janë shumë të mira realisht. Një ndërtohet që më kapur që normalisht nuk po potencoj jamër se du me pa vetë dhe me fizikisht me qenë afër tyre dhe me pasi çfarë po japin tek fëmijët. Mirë po, një fëmijë që unë e kam në trajtim, më kënaqë fakti që ka marrë një certifikat brenda një qendër still, domethënë lojra stimuluese. Ka qenë me Minecraft, me ndërtu gjëra, sipas modeleve, po në grupe, jo individuale. Në grupe vazhdimisht. Në grupe edhe kanë me ushty mes vetes, unë e mora ato, unë pe vendosi me pa mirë, më mbledh një lider i grupit që këto kena me bo, kena me realizu këto bashk, sa ma shpejt që bëjmë gara dhe shtimi me grupin tjetër, në një farë forme, garat kanë pa gjithmonë mesazh të mirë. Një farë forme inati pozitiv, që sa ma shpejt na me përfundu dhe na kena mu lavdru. Jo rasisht fëmijët me nëzis presin kur të lavdruan prej të tjerëve për një diçka që kanë qenë shumë të mirë. Kështu që lojra stimuluese e japin këtë mesazh. Mandej me mosha caktuar, normalisht, jo këtë mosha mund të bëjnë lojra të ndryshme, të njëjta. A ti konkretizojmë Blerta për shembull disa loja të cilat i kishe propozuar edhe që i praktikon me fëmijët të cilët punojnë ti në vazhdimsi me ta, po që mund t'i praktikojmë në shtëpi për shembull. Ndonjë lojë konkrete që konsiderohet stimuluese edhe e rëndësishme në shëndetin emocional të fëmijëve dhe mendor. Po, ato për shembull janë lojrat esenciale që na i kemi luajtur edhe vetë, mirë po edhe çfarë që do të vazhdimisht edhe për fëmijët me pas këtë pjesë. Mbi moshën 4 e tutje është lojrat domethënë e roleve. Roli i mjekut, roli i mësuesës. Veç mas kjo i mësuesës është një shumë e rëndësishme, veç mas nëse fëmijët edhe shkojnë për kopsht ose janë për shkolla, na japin një pasqyrim të edukatorës, mësuesës të tij ose të saj. Edhe na është shumë një karakter që është të ndryshuar nga si ata që na e shohim fëmijën tonë vazhdimisht. Kur ty të bën xhansi edhe është kritik ndaj teje ose është shumë lavdrues ndaj teje, vjen të afrohet, është shumë e rëndësishme kjo pjesa e veç pas kur bëhen mësuese. Është aspekti i mjekut, kur luajnë mjekun, bëhen fëmijët bashk. Njëri për ty është mjeku, tjetri është pacienti. Çaq mirë i elaborojnë rolet se çysh kanë me ushtirë në një farë forme, ai si muri çfarë ankesa ka, kush vjen me ta. Kështu që fëmijët me një anë këto kontrollat rutinore që i bëjnë te pediatri kanë një mesazh shumë të mirë tek fëmia. Në çastet një doktorit e çelojnë tek ai, edhe eksplorimin e tina tek vetja vet nëse unë jam doktoresh çka kisha më bë unë. Do të rolet është një ndër lojrat më të rëndësishme. Madje është lojra së bashku në grupe gjithmonë në sociale, lojra me puzzle që me shumë pjesë. 4 vjeç që tutje 20 deri në 30 pjesë që kanë me u montu. Edhe kanë me i gjetë pjesë copzat kush ka mu vendos ku me kë. E rëndësishme është çka po vendos të parat. Shumica e fëmijëve domethënë e gjejnë atletën çoshët me i gjetë më shpejt. Se kur ne e gjejmë anësorët, atëherë fillon me u përmbush puzzle, me u ndërtu ajo pjesa. Mandej është imazhi i sajna çka ka ndërtu. Mbrapa kësajna kur fëmijët krijojnë atë idenë që na e bënëm këtë puzzle atë për vezatonat të njëjtën. Domethënë vazhdojnë me e shtjellues bashku dhe me ndërtu bashk. Unë gjithmonë e potencoj edhe që e punoj edhe vet, përdori hamersh që na bashkë me fëmijët me bëu lojën bashk. Me vizatu në të njëjtin vend. Jo na për feta të ndryshme, po në njëjtin vend, secili ka me dhënë ndonjë ditë vetën brenda asaj. Mandej lojra logjike. Për shembull, janë shumë thjeshta, po që shumë të rëndësishme. Lidhemi me këto kontrastet, dita, nata. Pse është nata, pse është dita, kur jemi të jetur, çfarë bëjmë, kur jemi të uritur, çfarë duhet bëjmë. Domethënë si fëmijë që ti marr me të gatshme, po çka kishe me bë ti? Kisha me marr diçka me marruse, diçka me hangër. Tani vazhdon pyetja, po çysh e bën? Cilat pajisje do të më marr? Pse do të më marr? Edhe me dhënë atë aspektin tjetër çka nëse nuk i kiq ato. Si plan B me... Definitivisht, është hap pas hapi gjithçka që më dhon mendimin e fëmijës që çka ka më ndërtuar te kjo, çka po du me arrit te kjo pjesa.
Mandej është motorika aspektin senzor, prekjeve, ndjeshmërive, dhe më lojra që japin këtë sens të saj. Janë disa prej lojave të cilat, po nëse ndalemi tek fëmijët me nevoja, me sjellje ta themi atipike të cilat vinë dhe kërkojnë ndihmë dhe ka nevojë edhe më shumë për aktivitete të tilla, çka kryesisht fillohet me punu me këta fëmijë derisa që thojmë na të hynë lojë? Rale do të një përmbajt aftësisë dhe kapacitetet fëmijëve, fëmijës, interesit të tyre, cilë është pika interesit tyre, që për neve dhe për fëmijë me zhvillim tipik është shumë normale, kur një frymë fluskat edhe do të me zonë me gjesht dhe me shpërthy. Ka disa fëmijë me zhvillim me vështërsia tipike, dhe më thonë, kur nuk i sheh që ato. Dhe më thonë, i sheh, por nuk është që na shkojnë mentje me shkojnë me i largu ato. Dhe më thonë, është një lojë tepër e thjeshtë. Diferencë e vogël, por e rëndësishme. Definitivisht, është shumë e vogël edhe me pa pëshama nga lartu, çfarë loje shumë e kotë. Mirë, por realisht, kur fillon me realizu, më konë shumë afër me fëmijë, atëherë shohim që po shumë e lehtë, ndoshta për një fëmijë tjetër, po për një fëmijë tjetër është shumë e vështirë. Derisa ti me pa aspektin viziv që është duke shu diçka lart dhe është diçka një lloj ngjyre vizluese, tash tek me zonë çat pjesë, me kape dhe më shpërthy dhe me ndje, me kuptu dhe fëmia që është shumë i rëndësishëm, e lavdruta ajo pjesa. Ose ndodh që është një mbi 5 vjeç, po akoma 4 vjeç, po akoma nuk e ka aftësinë me fry. Qatë fluskat. Të më tonë është një fazë që ty të vynë pak ma shumë lojra stimuluse që ose me frynë do një pep fletën ose do të thonë diçka tillë kime bo derisa të vishte kjo pjesa tjetër. Që me kuptu që ti e hedhe, po tash kime vazhdu prap. Kur fillon fëmia vazhdimisht me kuptu këtë lojë, fillon me i pëlqy, më konë një ndër lojrat ma të pëlqy me tina së saj. Kur pëlqet kjo, mandej fillon edhe fëmijëve tjerë me generalizu, me lujt bashkë, është më e fuqishme jemja kjo. Ose anën tjetër ka disa fëmijë që një farë forme kanë fiksim me makinat. Tash nuk do më thonë me lona me sill makinën, ose me sill rrotën, që normalisht është një sjellje që nuk është e pëlqyeshme, por që duhet me pas kujdes. Atëherë ta prishëm makinën, ta ndrejtshëm prej fillimit bashkë. Edhe më ardhur te përfundimi i sajna. Jo vetëm me i largu si shumica në raste vazhdimisht largohen. Me mja lanë objektin e dëshirum, po me përpunu ndryshe. I dëshirum i fiksu, po ta fillojna me hekë dhe me montu. Që mi adhon hapësirën kohës që derisa të vjen të qaj koha kur ajo përfundon. Derisa ja kënaqësia atij që ndoshta me i sill rrotën ose me vozit vazhdimisht. Edhe kur vjen ajo pjesa gradualisht me largu, me zhvendos, por me marrë një interes tjetër. Jo me hekë shtat shpejt sa që të fëmia me dhon frustrime dhe mandej fillojna po bën sjellje. Kështu që normalisht që pavarësisht që është fëmijë dhe të rritur i bojnë sjellje kur mirë diçka me dhunë. Jemi të prirur nga dashuria e madhe, i lastojmë pak më shumë se që duhet dhe dim me i shkaktu një dembelizëm të pashpjegueshëm fëmijëve, të cilët shpesh tani i konsiderojmë si sjellje jo normale të fëmijëve. Edhe ndoshta mjaftojnë 2-3 seanca tek ju, edhe ata fëmijë të kuptojnë që çdo gjë është në rregull me ta, thjesht ju ka dhënë çdo gjë e gatshme, edhe ata nuk kanë pas kapacitet, pas nevojë me reagu ndryshe. Realisht thom i lumt fëmijëve për aftësinë që kanë kriju, kanë shfrytzuar momentin, po në këtë rast po ndodh kjo çështje kur prindërit vijnë për një ankesë tillë fëmijës me zhvillim tipik, por që nuk po më dëgjon, nuk po bindet, gjithçka pja servoj, prap nuk po ma kthen atë dëgjueshmërinë, atëherë është problemi tek prindi. Tek çështja atyne, te disiplina që ata kanë me kriju, te durimi i pritshmërisë. Normalisht që fëmija ka me përdorë që atë, përderisa më ka hecë që një kohë gjatë që ajo, më po vazhdojnë që atë rotacion. Po mire, po të nësove, ndoshta nuk ju vjen shumë një kohë e gjatë për me e kuptu këtë pjesë, se realisht është prindja që do të më ndryshu qasja. Jo me një hershme, se dhe edhe për fëmijën është e çuditshme që deri dje gjithçka më ke servu dhe ca më bën e krejt bllak, po në mënyrë graduale. Kështu që fillon edhe prindi me kuptu. Te kjo pjesa më lihet tek këto gjërat e gatshme, tek fëmijët me vështirësinë, domethënë në fushat caktuar të zhvillimit, shumica prindërve potencojnë që gjithçka kom servu. Domethënë fëmia nuk e ka pas idenë e kërkimit, unë gjithmonë një ndër fjalë më kryq që më të rëndësishme që është ama, në kërkesa, na kur gjë nuk mundava me bë pa kërku diçka, pa lyp. Kur fëmia atëherë për marrë të gatshme, atëherë ai është normale që nuk pas na nevojë për komunikim, nuk pas na nevojë për me u lodh, pe i kam në tavolinë që ato që po ndodhet, pe din nana, pe din baba, që unë du me pi ujë, kur jam i jetur, ata pe din kur unë kam me pi, kur jam i uritur, ata din kur kam me hangër, domethënë unë jam aty
veç për me më shqy dikush tjetër. Kjo është një gabim, ndoshta po është lehtësim për prindin si për kurse në kohë, sepse kur ti i servon këtë, ti e ki shumë atletë dhe ki kohën tonë, definitivisht. Edhe fëmija porin i pasër, porin në regull, nuk ki do një angazhim tutje me ta. Dhe më tonë tek fëmija po blokon shumë sfera të ndryshme, edhe po lihen anash. Po fatë mirësisht janë shumë e kënaqur në atë aspektin që prindërit e mi bashkëpunues janë shumë të mirë, kanë kuptuar shumë mirë ndoshta mini gabimet e tyre, gjë cilat edhe janë mesazh shumë i mirë për prindërit e tjerë që mos ja bëj kështu se unë e kam bërë dhe kam pas vështirësi tutje gjatë rrugtimit si prindër. E cilat janë ato sjellje të çuditshme ose ndryshe që duhet të shqetësohemi që të vinë të kërkojmë ndihmë tek terapisti stimulus, Blerta? Tash për shembull varet edhe se çka quhen sjellje të çuditshme. Para gjykojmë shpesh nga frika, nga ato çka lexojmë, nga ato çka dëgjojmë. Po, fatkeqësisht. Unë besoj që ki edhe shumë raste që vinë veç nga shqetësimi dhe ti i qet në seancën e parë thu çdo gjë është në rregull me fëmin. Fatkeqësisht po ka shumë vende me lexu dhe çdo sem po na shtim me pas frika, po na japin dyshime si prindër, edhe një farë formë japin një farë ankthi tek prindërit. Se çka nëse është kjo vështirësi, çka ka me bën tutje. Domethënë automatikisht po është një blokadë për ta. Natyrisht që kur fëmijët kanë ndonjë vështirësi, faza më problematike ose më mundimshme për prindër është pranimi, që natyrisht nuk është e lehtë, edhe nuk është pranimi i menjëhershëm, ndoshta shkon një periudhë gjatë kohore. Jo vetëm pranimi i njërit prind, po pranimi i të dy prindërve është shumë problem, se ndoshta mbase njëri kundërshton tjetrin, do mi donin edhe pak kohë fëmijës, që në mendjen e tij ose të saj është mirë, por ana tjetër po rritet fëmia për shkak aspekti kohor i moshës. Edhe disa çështje me moshën që duhet me arrit. Normal nuk ka një vul që po do të më kryej këtë aq brenda asaj moshe. Por janë disa çështje që duhet me u përmbush. Po kur vim për shembull me sjellje përsëritse, që ne thonë sjellje stereotipe. Kur vin me sjelljet që ata potencojnë atë zakonisht që thojnë prindërit me impulsivitet, me agresivitet, tantrume, që normalisht për ta është qetësuese shumë, por ana tjetër na si terapist që jemi stimulimit kur fëmia ka mungesë komunikimit verbal, normal që fëmia ka me bëj sjellje që nuk është duke u kuptuar prej tjetrit. Edhe brenda çdo sjellje është një fjalë, është një diçka që nuk po kuptojmë edhe ka më mundu me bë me gjeste, me bë me një reagim që unë po kërkoj diçka dhe unë po du diçka. Gjithmonë kur kemi të bëjmë me fëmijë do të pas shumë parasysh gjuhën e trupit, gjeste që ata duhet mi përdor. Edhe normalisht që fazat e para të seancave është më shumë që përmes gjesteve me kuptu fëmia. Një ndër më të rëndësishme është bërit me gisht. Kur një fëmijë bjen në një moshë mbi 3 vjeç dhe akoma të bërit me gisht nuk është në pa, nuk e theksohet, atë normalisht është shumë shqetësuese edhe prindërit. Po ka shumica prindërve që e kanë si shqetësim këtë pjesë. Disa ndoshta mund me lon, po nuk më ka shumë mendja, por realisht fakti është që ndoshta nuk më ka shumë mendja. Ndoshta duke pa pjesë tjera ose duke pa dinamikën e jetës që është shumë problematike, edhe kanë ju mbet disa në harres. Po kur fillon fëmia, një ndër faza që është komunikimi, nuk po flet. Nuk po flet, por rani që për mua ka njerë është e dhëmshme edhe ndoshta edhe rand kur disa fëmijë nuk e din kush është prindi. Edhe pse besoj që s'ka prind që se ta vazhdimisht ja te mami, ja te babi, është e vazhdueshme, por ka nevojë fëmia pak më shumë nxitje. Pse ndon kjo vlerë? Normalisht kjo vjen në pa vështirësitë neurozhvillimore. Edhe domethënë kapaciteti i aftësia e fëmijës për me përthit sa më shumë këtë informacion, këtë fjalë, këtë shprehje që vazhdimisht ka me ndëgju. Gjithmonë puna me fëmijë nuk është vetëm një orë ose 2 orë për është ditore, që më konë afër ti, për çdo sens që na do të me boda, do të me fol. Me një anë fatmirësisht ndoshta është një kohë moderne që po janë prindërit familje ngushtë, po janë vetë me fëmijët dhe kanë një kohë minimalisht me ta, por të paktën mundën me bëj gjithçka me ta dhe për ta. Shpesh që i thon prindërve që eksploroni bashkë me ta, luni bashkë me ta, bëni kopsh me ta, imitoni bashkë ato. Që fëmia me kuptu që jo vetëm na duhet me bëj, po bashkë me prindin që na me bëj ndonjë lojë. Normalisht që këto janë çështje shumë të dhëmshme, të vështira për një prind për me pa mangësitë e fëmijës përgjatë rritjes. Por një fat i mirë edhe pse ne jemi kundër krahasimeve, por mbase krahasimet e vinë atë pikë që prindri më konë më shpejt kërkues ndihmës profesionale nga profesionistë të ndryshëm. Unë gjithmonë them mos krahasojmë, por kur tregojnë ata sikur
e kom pa fëmijën e motës ose fëmijën e vllaut, jo moshatar, ata i kanë bërë këtë pjesë, por ky fëmia nuk i ka bërë këtë detyrë, këtë moshë nuk i ka arrit. Kjo arminian është e mirë, se jep një qartësim tek tjetri që të marrë një hap më të shpejt. Po, të paktën të interesohem. Po, sepse pavarësisht që nuk bëhet fjalë që duhet i krahasohen fëmijët, sepse ka fëmijë, unë 2 djem kam, njëri ka ecë shumë herët, tjetri ka ecë pak më vonë, njëri ka fol shumë herët, tjetri ka fol shumë vonë. Domethënë, një krahasim, një ndryshim i madh, po që janë dy njerëz të ndryshëm, dhe këta nuk duhet ta bëjmë. Por po, ndryshimet e rregullta të cilat i përmende, duhet i përcjellim, edhe pse jo t'i marrim për bazë. Po ajo çka duhet me ndalë, se gjithmonë mundohem nga rastet më të lehta edhe tek rastet më të vështira, për arsye të ndryshme, pa dash me paragjyku familje të cilat provojnë metoda të ndryshme, por vonohen për trajtim. Edhe kur them vonohen, puna me ta është pak më e vështirë për shkak të sjelljeve, pak më qoftë agresive apo jo bashkëpunuese. Ndoshta ka prind që dorëzohen blerët edhe thonë nuk don, nuk bashkëpunon, s'kem çka me bë. Unë e di që puna një terapisti stimulus asnjëherë nuk ka me u dorëzu, gjithmonë e gjen një metodë, sepse duhet t'i motivoj edhe këta prind të cilët janë në këtë prag, në këtë ka zgjidhje. Natyrisht që po ka zgjidhje, për gjatë punës stimuluse me fëmijë nuk i të bësh vetëm me fëmijë, por i të bësh me tërë familjen. Nuk mundesh me fillu me punu me fëmijë kur prindi gjithsesi nana është në thyrje sipër emocionale, është e guzhduar nga anë të ndryshme, është ndjesin e faj që ku gabova për gjatë rritjes. Vështërsitë, për shembull, të ndryshme neuroshvillimore nuk është që fitohen, por realisht ato janë të lindura dhe për gjatë rrugës vjen e pa më tepër. Por prindërit janë në gjendje me provu gjithçka, me shku gjithçka, i lumë për këtë aspekt që nuk po ndalen, por anën tjetër këtë e bojnë për një farë forme, mos them shfaqësimin, por obligimin moral normal që e kanë, po një bona krejta, po prapë nuk po vazhdohet, prapë nuk po e bën. Ose fillojnë, si që thash më herët, është mohimi fillimisht. Faza pranimit është një fazë shumë e rëndësishme, por është jo me njëhershme. Për atë arsye është gjithmonë terapistat ju afër prindit, jo në një farë forme mi thonë po mirë është kur nuk është mirë. Gjithmonë duhet me pas kujdes mënyrën e komunikimit me ta. Unë shpesh them, ndoshta më herët fillimet e mia të punës me fëmijë me vështirësi, kur i ke dhënë feedbackun normalisht që faktikisht jam shumë e lumtur në atë aspektet që prindi marrin vazhdimisht brenda, që çdo hap, çdo objektiv që punohet me fëmijën ata e shohin edhe e shehen në fytyrat e tyre një kënaqësi që e boni fëmia vet, e realizoi fëmia i vet, edhe e nin të e përmendur duke diskutuar edhe me të tjerët. Për mua është kënaqësi kjo kur prindi e sheh, por kur ndonjëherë është i prindi me bën ndonjë objektiv me fëmijën e vet, fillon muni në siklet që a ka me ma dhonë mu përgjigjen, a ka me ma bo një sigur terapista që është t'ja bo. Për atë arsye gjithmonë do të punon kënd për fshim, po kur prindi është fazën e mungesës e vështirësisë pranimit, do të më diskutu me ta për cilën fushë zhvillimit të fëmijës. Jo vetëm mangësitë që cilat fusha i ka, por përparësitë ku është fëmia shumë i fortë, që prindi ka nevojë me i ditë edhe aftësitë e fëmijës vet, se mangësitë ata vetë i shohin për shembull. Por kur bën për shembull programet e punës në mënyrë që ata më pas edhe më të lehtë edhe prindi normalisht, por edhe terapisti hapat ku ka me ndorhyr me fëmijën, për ta është shumë e mirë se në far formë jemi në një lloj provimi së bashku. Që kur përfundot ajo fazë, janë rivlerësimet, por edhe janë krahasimet, se prindi realisht e bën këtë krahasim, si ka qenë dhe si është tash, kur ti shef listimet e tyre, sa shumë kanë bërë lista se sa ka ndryshuar fëmia, normalisht bashkëpunim shumë të fortë, trekondor, mision edhe në institucione të ndryshme parashkollore, edhe ajo pjesë jep shumë të rëndësishme aspektin e më të lehtë pranimit nga ana e prindërve. Jo, me siguri Blerta nga puna që bëni çdo ditë, keni edhe shumë raste të cilat patjetër që me emra nuk do t'i specifikojnë, por që janë raste të cilat do donim t'i ndanin që janë motivuese, që kanë ardhur në një gjendje pak me tran për far lojave stimuluese të cilat keni praktikuar, ata fëmijë kanë një përmirësim të dukshëm. Normalisht lojra stimuluese secili fëmijës i jep aftësi me kuptu, me realizu edhe me u kënaqur nga ajo. Normalisht kur përmanet ti nuk përman jamra, por na këtë çështje dim se është gjithçka konfidenciale edhe na se folmi diçka kështu që na e kem parasysh që çka bëhet me ata fëmijë dhe çfarë aktivitete bëhen. Një ndër ta që ka qenë për mua para një kohë më gjatë, për një fëmijë e disha që ka frikë nga balonat për shembull. Okej. Po për një tjetër kisha harru
që dhaj ka pas, po nuk na ka rastis me vazhdu me bo prap atë lojë. Edhe për njërin fillova me bojë aktivitetet nëse kisha në grup zbashko. Normalisht kur i vendosi fëmin, do një fëmi bojë në grup bashkë, është që një farë forme e kanalizoj që kanë të përbashkë ta. Jo një fëmi që ka vështirësi në komunikim me fëmijën që është verbal, mundej me shku koherent bashkë me njëri me tjetrin. Do të pas shumë kujdes se cilë është qëllimi që na po i bojmë bashkë. Ta për shembull, të disa për tyre është arsye pse i bëj bashkë është aspekti social, loja me ta, veç mas loja simuluse që i realizoj me ta. Fillum me i fry balonat, me po bashkë, fillum të dëtë mandim me shkru mbi balonana, me vizatu diçka, me shkru dhe fjali, përderisa dhe i jemi në atë fazën e përshkrimeve. Në për mu ke shumë e knaqme se filleshme me ushty. Normalisht edhe ti ki me bo pjesë në gjatë loj. Jo ti më kona ja drejtusa dhe ti duke ndajt aty. Jemi bashkë, edhe ndërko i mindru lapsat ose markera që kemi ofër me ngjyrat ndryshme. Ma jep ngjyran edhe me ditë me thonë fja jo, unë e pëdu se jo më të vazhdu hala. Dhe më thonë me kriju atë mendimin që jo çdo sen du të me dhënë të ju njëherë se mu edhe mu shka nduhet. Këtë aspekt normalisht që e zhvillon tek fëmija pritjen, prej shokut dhe shoqës tjetër, me prit, me e sfidu aspektin e frikës që edhe kur përshom kur u fryshin balonat e fryshin atë sa nuk kanë frikë për me mbajt fryrë. Nuk shoshin maksimum me qenë shumë i fryrë tepër e madhe me shpërthy mandej, e leshin mesatarisht. Për mu keni mesazh shumë i mirë që jo gjithmonë do të më qenë diçka shumë voluminoze për me u kënaq fëmijët, po meni diçka shumë atë vogël ata realizojnë edhe kënaqen shumë me këtë pjesë. Kur njërin prej tyre zgjedh me marrë me veti, edhe kur ti balla paqosh e shet që prindi thotë, wow, e ka marrë balonin dorë. Se s'ka guxuar më. Do të tash e sheni me një farforme kur prindi është ndoshta në stres më shumë se sa fëmia që e ka çat lojë me vete. Për mua normalisht është shumë e mirë, shumë e kënaqshme kur e shoh që është arrit. Nuk është vetëm një fëmijë si numër në trajtim, por është një fëmijë që është lumturi për mua progres. Edhe prindër fatmirësisht përmbahen shumë mirë lojra, ose më dërgojnë video, më dërgojnë foto që e ka po këta, apo më ndonë që është mirë. Unë gjithmonë i thamë, çfarë do që ju e bëni, që është lojë stimuluese, është gjithçka e mirë. Po, a ka raste Blerta kur natyrisht këto pyetje i bëj për edhe mos me demotivu secilin prind që po na shikon për shkak që ndoshta po ballafaqohet edhe me diçka të ngjashme. A ka raste kur një fëmijë ka disa sjellje, jo ndoshta në soazat normales me moshën, por që me seancat dhe me orientimin e drejtë të prindërve, ai pastaj është në sjellje tipike të një fëmije. Po, Sara, dhe pse unë punoj ma shumë me fëmijë në vështërsi, në fushat të ndryshme. Po, a identifikohen edhe rastet të tilla? Po, definitivisht që po. E shen bashkëpunimin me ta, gjithmonë kur bojmë pyetje, qa me bo tutje, qa me bo. Kur prindit vazhdimisht më pyet, përveç asajna që na kina diskutuar dhe kina planet, për mua është kënaqësi edhe më e madhe kur ata janë interesuar edhe për diçka më tepër. Për me marr, ndonë se edhe harrohen disa lojra. Jo që nuk e din, po i harrojmë, mbesin pak në harres. Mirë, po kur i kujton, fillon prindi më thonë, bashkë ma dhe një ditë ashe bëj këta, e bëj këta, edhe fillojnë me realizu zbashku me ta. Po, kjo është shumë e rëndësishme, kur prindi gjithmonë është aty dhe aty, që gjithçka ka me lono anash dhe ka me zhvillu që atë fushë të fëmija. Thash kur një ndër fëmijët që unë i kam, kur fitoj tash certifikata për mua ke shumë të lumturi, realisht nuk u gëzova qatë shumë për fëmijën sa u gëzova për prindin, që e panin në një farë forme, një sukses fëmijës vetë që po ky mundet, ky ja del. Se gjithmonë potencohet që fëmijë me vështërsi nga njerëz të tjerë që nuk janë të fushës realisht, por nuk besoj që ka një sukses, nuk besoj që ka ndoshta ndonjë përmirësim. Realisht janë njerëz pesimista në këtë aspekt trajtimi që është. Nuk e dinë realisht, thjesht tek e fundit nuk ka një njohurim mbi këtë fushë. Edhe fillon ndoshta ana tjetër mi bë pesimiste dhe prindërit mi dhon ide ose mi kundërshtu ose mi krahasu, ndonë se ndonjë prindi ka fëmijën me vështirësi më tek shumë se fëmia e tjetrit. Po edhe kjo joti, do të thonë ka me mundu me gjetë diçka, por mos më kënaq ndoshta tepër aftësinë edhe suksesin e fëmijës tënd. Jo në mënyrë të keqe, natyrisht, po unë po kam edhe nevojë më pas sikur fëmia jam sikur fëmia jot, me arrit çet rezultat. Kjo nana ka qenë shumë e mirë. Edhe tha, momenti që u tha unë e postova djalin tem vazhdimisht në detyrat kur ka marrë pjesë, që ka marrë certifikatën. S'ka lënë tha prind pa më shkru, për mua është shumë e rëndësishme që ti ke qenë një model për tjerët, pavarësisht
vështirësisë apo jo. Unë gjithmonë thëmë prindërve, normalisht për rikthjena prapë të mësimdhënësat e edukatorët, këtë janë të mirë, por dikush e ka ma shumë këtë dhunti, këtë aftësi më konë pak ma afërt me fëmijët, po kur është edhe mësimdhënësi, edukatori është që mirë edhe fëmijën e largon ndoshta prej ndonjë vështirësie. Mirët pak ma shumë e ta. Jep prindit shumë motiv që fëmija ju të ka bëhë qëta. Nështë në shpes e ka bëhë asë njëherë. Po gjithmonë të pasë për asyush. Ata në që për fëmija në shkollë nuk është detyrime që ka me bëhë të shpia. Sa të është në grupë. Pavarësisht vështirësisë, nuk po fokusohemi të lehta, të vështira, vështirë të përmirësueshme, a mund të konsiderojmë që si janë bashkëpunim i mirë lojrat e teknologjisë, të cilat janë memory games ose lojra logjike që i quajmë, por që janë teknologjike që duhet të punohen me telefon, me iPad, a ndikojnë, a konsiderohen lojra stimuluese, motivuese në edukim, në pjekuri emocionale, psikologjike? Konsiderohen, Sara, por të kjo pjesa pak kanë frikë realisht. Nëse unë i thamë prindërve ndonjëherë mund të shme e lanë, tash nuk e di sa ka me qenë koha që ka me lanë teknologji. Se mandej fëmijët po kalon prej lojës për hindika tjetër. Unë prapë thëmë, po nëse na e lojmë do një lojë simuluse, po memory game, edhe mira është edhe fizikisht me bo memory game, me kartat ndryshme, që më në zakonisht e përdorim me flamurat shteteve ndryshme, që me i gjetë, nështë jo kretë setin e tyne, po pak të 10 prej tyre, ose perime, ose pëm, ose kafsh, ose numra, që me mbajt mendjen ku kanë qenë. Kur pëllojmë të telefoni, po normalisht që është i mirë, po kur kena probleme... Po jo më abuzun, Jo me nejtë me qëndrim shumë gjatë. Normalisht që është edhe ja mirë, por kur ne jemi afër tyre. Veç mas është një loj teknologjike që unë me rase e luj edhe me vajzën tem, është me gjithë diferencat dhe që ka ndryshe prej një pikture lartë dhe një nësë poshtë, edhe është me sekonda. Ajo është e mirë që e lenë të mirën më kon pak ma i shpejt me i gjithë që ato. Nështë ka me dozi se ka më ri për sëri që ajo lojë, dërsa ti kime përfundu, mi e gjithë, ato 7 copas, zakonisht në 7 fotografit ndryshme që të është me mbush atë pjesë me realizu. Ajo është shumë e mirë, më ka ndodhë që po ndoshta ndonjë prindit ja kom tregu, për këmë thonë vazhdimisht që të keni kujdes, jo me lon vetë. Edhe një pyetje e fundit Berta, ju jeni nën vetë, e keni një vajzë, sa ndryshon teoria nga praktika, se jeni psikologe, bashorti po ashtu është psikolog, teoria dhe çdo gjë që dini rreth psikologjisë dhe edukimit të hershëm të fëmijëve, çdo gjë tjetër që keni mësuar, sa ndryshon ajo që mësohet me ata që është në praktikë e të qenurit prind me fëmijë? Kur unë veç u bora nan, për mu më përmbosha ja një farë puzzle që vazhdimisht më bështin prindërit, po ti ke letë me na thonë se ti në përshonë nuk je në anë vetë, edhe në përgjatë punës trajtimit. Por e pash që nuk është që më ndryshoj diçka përveç kohës, që ndoshta kom punu në një orar shumë ma gjatë, mirë po e kom minimalizu për shak që e kom një fëmijë brenda në shpe, edhe du të marrë me ta tutje, nuk më ka ndryshu në diçka tjetër. Beli me thonë drejten, me ka thonë një lloj frike, që apo kam mjaftueshme më marrë me ta, qysh e vogël, qysh bebe. Gjithmonë e kam thënë, e kam përndecu dhe me prindërit e tjerë, po dhe në përgjithësi, që unë kom vazhdu me kuptu ashtu shku gjithçka zhvillimi mirë. Çka do më thonë nëse nuk i afër fëmis, mos kujdesi ti, energjia që ti jep si prind, veç mas nana, është shumë e rëndësishme kjo pjesë kur fëmija nuk e ka afër për shembull nanën, është më i ndjeshëm, është më emocional. Ndonë se kur kthehesh prej punës, që kene pak më gjatë, kam i fillu me u gjujt, kam i me bërtit, do të kam e të shty ty, pa nuk do të thonë që është një sjellje problematike, po është një sjellje që ti ke mungu qatë tërditës. Këtë pjesë fatmirësisht që nuk e kom leju vetës që fëmija me pas mungesën tam, po gjithë më kuna ty afër vetës, po, për shembull bashkëshorti i vazhdimisht më ka thonë, çaj të i bë kaq shumë presion. Unë e kisha fokus komunikimin, përveç lojrave ndryshme me ta fizike, emocionale, gjithçka, po dësha dhe me pa komunikimin. Do të qysh e vogël, kum dash me pa cilën muj fillojnë ma tepër me komuniku. Se ndoshta është edhe ma e lehtë me pa fëmijët e tjerë, edhe interpretimin e prindërve që e thojnë, po kur ti vjatë je prind, atëherë e ki një teori tënde natyrisht, se kemi parasysh që prindërimi është një rol që kur nuk ka fond, edhe nuk bazosh me të diçka, po në gjithçka, është vazhdimisht që ki papritura për gjatë rrugës, pavarësisht ai në zhvillim gjithçka mirë duke na shua hakimi ndonjë vështirësi. Këtë pjesë kam qenë shumë rahat me veten edhe natyrisht me bashkëpunimin e prindit.
Kështu që edhe fëmija ka pas një rritje të mirë të shëndetshme, po edhe të cilën fushë të zhvillimit në bazë të etapave të ndryshme që i njohim na si profesionist në këtë fushë, e kom pas që gjithçka janë të shkuar në rregull. Po ja pata në realisht në disa programeve janë shumë edhe hajrin realisht. Është programi nuk e di nëse më përmendosh foleja.com, është me dhëna të fëmijëve, por aty edhe janë disa teste që do të plotësu të zhvillimit të fëmisë. Unë gjithmonë e bëj shpesh herë edhe qes që kam ndoshta rreth familjare, shoqërore dhe më të tjershëm që nuk i pranojnë ndoshta disa vështirësi të fëmijëve tyre, gjithmonë tham, keni të ky aplikacion edhe jepni përgjigje. Po. Një aplikacion i cili nëse s'gaboj financohet dhe mbështetet nga UNICEF-i, i cili është një aplikacion shumë i mirë edhe që e kemi përmendur edhe disa herë në emision që me të vërtetë është një lloj ciceroni i prindërimit, po e them kështu që sa më me qërsu, sepse ja vlen me qenë pjesë e edhe shpikon shumë mirë lojra se cilën fushë nëse është dhënë një përgjigje që fëmia nuk e realizon këtë pjesë, atëherë t'jep mesazhe tutje se çfarë dush me bote që kjo fushë. Edhe gjithmonë e potencon që në rast janë disa kategori. Në rast mos plotësimi këtyre drejtohen te profesionistë të shëndetit mendor ose mirëqenies fëmijëve. Nga ajo që the për vajzën e mora si vajza ka qenë një master doktoratur për ty dhe bashortin, sepse ju ka vënë pa edhe praktikën e drejtë të prindërimit, sepse ka disa ndryshime, tash 2 fëmijë kam dhe dallon prindërimi me të dët, në atë aspektin që dallon karakteri tyre dhe ndryshe funksionon me njërin ndryshe me tjetrin. Dhe kjo ta ka lehtësuar edhe më shumë punën tënde me fëmijë të tjerë tash, është shumë më e lehtë. Ndonjëherë edhe po e shfrytëzoj, po e marr. Po tham doktoraturë. Po, fiks. Kjo ta ka lehtësuar besoj profesionalisht, emocionalisht edhe empatinë e rrit hala më shumë. Po, dhe anën tjetër ka filluar me mendu që kur të rritan kam me punu me fëmijë. Du më punu si mami, po ju si babi, se a jemi të rritër poshtë. Babi, për ndryshe Blerta është bashkëshortja e psikologët tonë që vjen shumë shpesh edhe në emisionin Familja Jonë Yll Avdiaj, që për Familja Jonë ka shumë rëndësi kur ju vini dhe kontribuani për shikus tonë, për lexues tonë, sepse është një betim i profesionit tuaj. Sado që punoni privatisht me ta, këshillat mediale janë jetike, sepse këtu e bëjmë diferencën, reagimin, ndaj situatave ku ju përmendni dhe ata ngjasojnë me ato që ka përjetojnë. Dhe me të vërtetë është për të duar të kitur kjo që bëni ju kontributin në media. Faleminderit shumë Sara. Falenderoj ty që ishe Blertë. Merci, faleminderit shumë. Kemi qenë dashur miq së bashku me Blerta Kryeziun, psikologe terapiste stimuluese nga klinika psikosociale Visar Sadiku dhe patjetër nuk do të largohemi nga klinika psikosociale Visar Sadiku. Do të shkojmë atje për të takuar psikologun e fëmijëve Visar Sadikun, me të cilën kemi zhvilluar një bisedë të shkurt, por shumë të thellë, një analizë mbi serialin Adoleshencë, një serial shumë i folur, një serial i cili bën bujë të madhe në gjithë botën, një serial që u rekomandua të shikohet nga prindrit nëse duhet dhe mund ta lejon të shikohet edhe me fëmijët apo nga fëmijët apo duhet jenë të përcjellur nga prindrit. Detaje të tjera, një analizë shumë e shkurt e thellë nga Visar Sadiku rreth këtij seriali që për gjithë ju që nuk e keni pa, e jeni prindër, por edhe ju që nuk jeni prindër dhe planifikoni, patjetër që duhet ta shikoni këtë serial të shkurtër, por shumë të rëndësishëm me mesazhin që përçon.